Angelusha Saliu shtatzën? Detaji që tradhtoi këngëtaren dhe ndezi rrjetin. Angelusha Saliu ka arritur sërish të marrë gjithë vëmendjen e publikut, këtë herë jo vetëm për muzikën, por edhe për dyshimet e forta se mund të jetë në pritje të ëmbël. Këngëtarja ka paralajmëruar projektin e saj më të ri muzikor, i cili publikohet sot në orën 15:00, por janë detajet e ndara në rrjetet sociale ato që kanë ngritur menjëherë aludime të shumta. Në pamjet e publikuara në Instagram, Angie shfaqet në një ambient pranveror, teksa mban në duar një shport me rroba për bebe. Ky detaj nuk kaloi pa u vënë re nga ndjekësit, të cilët menjëherë nisën komentet dhe spekulimet për një shtatzënie të mundshme. Akoma më shumë dyshime shtoi edhe fjalia që dëgjohet në videon promovuese: a do të jem nëna më e mirë në botë, ndërsa përshkrimi pritja e ëmbël i shoqëruar me një zemër të kaltër bëri që rrjeti pothuajse ta marrë si një konfirmim. Fansat po pyesin nëse bëhet fjalë për një surprizë personale nga këngëtarja apo nëse gjithë kjo është pjesë e konceptit artistik të videoklipit të ri. Kujtojmë se Angelusha dhe partneri i saj, Mërgimi, kurorëzuan dashurinë me martesë në verën e vitit 2025, ndërsa tani të gjithë syt janë tek publikimi i projektit për të kuptuar nëse artistja do të japë zyrtarisht lajmin e ëmbël.